Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk do harxhoni më lek. Ja si të bëni testin e zemrës për 30 sekonda në shtëpi. Nëse ndonjëri ju ka shqetësuar rrahje e shpejtë e zemrës ose rrahje të forta të erpashershme, ka një metodë të lehtë dhe të shpejtë si të shikoni nëse keni probleme me zemrën ose jo sipas health.com. Kjo nuk është një mënyrë për të shmangur mjekun. Megjithatë, do t'ju jap një ide nëse i kushtoni vëmendje optimale ose jo shëndetit tuaj të zemrës. Ndiqni këto hapa të mëposhtme për ta mësuar se si. Hapi i parë. Në një enë hidhni ujë të ftohtë dhe siguroni që hapësira t'i nxjerrë të dyja duart. Brenda në ujë hidhni disa kuba akulli. Hapi i dytë. Fusni kokën brenda dhe mbajini eksaktësisht për 30 sekonda. Do të kuptoni si përgjigjja e gjakut juaj do të jetë në kontakt me të ftohtin. Rezultatet e mundshme mund të jenë këto. Gishtat tuaj mund të jenë skuqur dhe ky është një lajm i mirë. Skuqja e duarve tregon se nuk ka asnjë problem me oksigjenin në gjak. Nuk ka asgjë që shkon me qarkullimin tuaj të gjakut. Nëse gishtat dalin të zbehtë prej aty, madje marrin ngjyrë mavi, duhet të shqetësoheni paksa. Mund të keni probleme me qarkullimin e gjakut. Niveli i oksigjenit në qelizat tuaja s'është i mjaftueshëm ose mund të keni probleme me furnizimin e oksigjenit në gjak, citon health.com. Sidoqoftë, nuk ka vend për panik, pasi duart e zbehta mund të dalin edhe për arsye të tjera. Nëse përballeni me rastin e dytë, përpiquni të ngrohni duart dhe të masazhoni derisa të kthehen në gjendje optimale. Dhe duhet të flisni edhe me mjekun tuaj në raste se vëreni shpesh shqetësime në shëndetin e zemrës. Shenjat për një atak në zemër ose çdo problem tjetër në këtë organ shpesh janë të tinzare dhe të pakuptimta. Ato godasin atëherë kur nuk e pret, kështu që nuk përjashtohen as gratë e reja. Sipas statistikave më të fundit nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në SBA, sëmundjet e zemrës janë ndër shkaktarët kryesor të humbjes së jetës tek femrat mbi 35 vjeç, në një raport 1 me 4 humbje jete. Ndodh shpesh që simptomat e sëmundjeve të zemrës të mos vijnë re ose të anashkalohen, sidomos nëse jeni të reja. Ja cilat janë disa nga simptomat që paralajmërojnë për probleme të zemrës. Sipas Brajcaj, do të rendisim disa nga simptomat kryesore që mund të shfaqen nga shqetësimet tuaja kardiovaskulare dhe duhet i drejtoheni mjekut. Këmbët dhe gjunjët e enjtur. Enjtja në këmbë mund të shfaqet për një sër arsyesh, dhe këtu nuk përjashtohet asnjë problem me valvulën e zemrës. Formimi i lëngjeve është një simptom e zakonshme një problemi në zemër, kur ajo nuk mund të pompojë mjaftueshëm gjak. Para se të friksoheni, duhet të dini se kjo lloj enjtje, ndryshe nga fryrja e zakonshme, fillon të përkeqësohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup. Prandaj nëse arrini në këtë pikë, e dini që duhet të konsultoheni me mjekun. Dhimbje të vazhdueshme të kokës. Para se të pini një ilaç për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duhet të dini se ato mund të jenë shenjë paralajmëruese goditjeve në tru ose mpikësjes së gjakut gjithashtu. Vetëm dhimbja e kokës nuk është domosdoshmërisht treguesi i problemeve në zemër, por nëse e përjetoni atë së bashku me simptoma të tjera si lodhje, marramendje të fikët ose fillon krejt papritur, duhet të paralajmëroni për probleme më serioze. Lodhja pa arsye. Kjo mund të jetë shenjë më e vështirë për t'u deshifruar sepse janë 1 milion arsye pse duhet të ndjeni të lodhur. Mungesa e gjumit, stresi e të tjera. Këtu po flasim edhe për nivele jo normale të lodhjes. Nëse ndjeni një farë dobësie që keni ndjerë vetëm kur keni qenë të sëmur me grip, zemra mund të ketë të vështirë oksigjenimin e trupit. Dhimbje të stomakut. Shumë njerëz mendojnë se probleme me zemrën ndihen direkt në gjoks ose në krahun e majt. Në fakt, ajo që shumë nuk e dinë është se dhimbja mund të përhapet kudo në trup. Kur ndjeni dhimbje therse në stomak, ekziston mundësia që të keni probleme me zemrën. Edhe pse dhimbja në stomak mund të jetë edhe një shenjë e gripit ose urthit, ekspertët rekomandojnë që të mos e neglizhoni, por të konsultoheni me një mjek për të siguruar nga çfarë vuani. Dobësi dhe të fikët. Dobësia vjen si pasojë e rënies së tensionit të gjakut, por mund të jetë edhe një shenjë e problemeve serioze, një çrregullim i valvulës që nuk lejon rrjedhjen si duhet të gjakut.
rrjedhje të ngadalta ose shumë të shpejta të zemrës ose një çarje e aortës, të gjitha këto mund të jenë shkaktar të dobësisë së rënies së të fiktit. Marramendje. Ashtu si shumica e këtyre simptomave dhe marrja e mendve në rast nuk është shkak për të shqetësuar. Kjo ndjesi mund të vijë si rezultat i dehidratimit, lodhjes, ngritjes së shpejtë e të tjera. Por nëse marramendja vazhdon, duhet të konsultoheni me një mjek. Nëse problemi është në zemër, mund të ndodhë për shkak të bllokimit të arterieve. Tension në pjesën e sipërme të shpinës. Ataku në zemër nuk ndihet gjithmonë në këto organ. Shpesh persona thonë se ndihen sikur kanë një elefant sipër kraharorit. Në rastet kur e njëjta ndjesi është edhe në pjesën e sipërme të shpinës, nëse ndjeni sikur dikush po ushtron forcë shumë të madhe në shpinën tuaj, kjo mund të jetë një shenjë një ataku në zemër. Prandaj, konsulta sa më e shpejt me mjekun tuaj mund të jetë një lehtësim i problemeve tuaja. Sëmundjet e zemrës janë një nga sëmundjet më të përhapura në vendin tonë. Në Shqipëri, rreth 9.000 persona humbasin jetën çdo vit nga shkaqet e lidhura me sëmundjet e zemrës ose problemeve të saj, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktarë më të mëdhenj të vdekjeve në botë. Ato përfshin disa efekte të zemrës, aritmi, sëmundje të arterieve koronare. Shëndeti i zemrës përmirësohet nëse ushqeheni mirë dhe kryeni aktivitet fizik. Megjithatë, ju duhet t'i vini veshin trupit tuaj që është në gjendje të paralajmërojnë për problemet e zemrës. Një prej tyre është edhe shtrëngimi në kraharor. Shtrëngimet në mes të kraharorit janë një tregues kryesor i problemeve në zemër. Nëse keni dhimbje, bllokime ose shtrëngime jo në anën e kraharorit por në mes të tij, atëherë duhet të bëni një vizitë tek mjeku i zemrës për ta kuptuar më mirë gjendjen tuaj. Nëse keni vështirësi në frymëmarrje, sipas të dhënave, një nga shenjat paralajmëruese është mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra nuk furnizohet mjaftueshëm oksigjen, atëherë do ju duket sikur ju mungon ajri. Nëse jeni duke ecur ose ngjitur shkallët dhe ndjeni një lodhje të pakuptueshme që ju pengon, atëherë mund të jetë një shenjë paralajmëruese e problemeve në zemër. Rrahjet e çrregullta të zemrës gjithashtu mund të paralajmërojnë për shqetësime që lidhen me shëndetin kardiovaskular. Nëse prej kohësh vëreni vështirësi në rrahjet e zemrës ose ndryshime të papritura të saj, bëni mirë një konsult me mjekun përkatës, pasi është një mundësi e shkëlqyer për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj kardiak dhe për të evituar kështu edhe problemet e saj. A keni përjetuar ndonjëherë ndjesinë sikur zemra po ju del nga kraharori, po ndjesinë e zemrës sikur rresh së rrahuri? Dhe gjithashtu, apo për rrezikun e problemeve të çrregullimit të rrahjeve të zemrës, një fenomen që zgjat krejt pak, por mund të ndodhë shpesh, jo vetëm kur jeni në lëvizje, por edhe kur jeni ulur, shtrirë ose qëndruar në heshtje. Ky çrregullim i rrahjeve të zemrës është një shenjë e problemeve në zemër, ndaj vizita tek mjeku është më së rekomandueshme. Edhe humbja e vazhdueshme e ndjenjave mund të lidhet gjithashtu me problemet tuaja kardiake. Ka raste kur njeriu humbet ndjenjën ose siç thuhet, i bie të fikët në mënyrë të pashpjegueshme dhe pa shkak të mirëfillt. Humbja e pashpjegueshme e ndjenjave ka të bëjë me probleme të ndryshme, por një nga më kryesoret lidhet me zemrën. Nëse kuptoni që keni këto simptoma, këshillohet të vizitoheni te një mjek në mënyrë të menjëhershme, pasi ato mund të lidhen gjithashtu me shqetësime të forta të shëndetit tuaj. Zemra është një organ që bën shpërndarjen e gjakut në organizëm dhe patologjit kryesore kardiake kanë alternime të funksioneve të saj që të funksionojnë si pomë. Megjithatë, ju mund të pësoni ndryshime të forta të shëndetit tuaj kardiak. Nëse vëreni shqetësime që nuk i keni pasur më parë, atëherë duhet të bëni një konsult me mjekur. Nëse ndjeni ankth për një kohë të gjatë, kjo mund të lidhet gjithashtu edhe me shëndetin tuaj kardiak. Prandaj në këto raste, flisni me mjekun tuaj përkatës për të evituar kështu çdo dyshim të mundshëm në shëndetin tuaj kardiak. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.